Ardian Topia. Përshëndetje doktor, jam një invalid për shkak të ndërhyrjes në zemër dhe është e pamundur rikuperimi i kësaj sëmundje. Por na kërkojnë që të bëjmë dokumentat çdo vit. Meqense sëmundja është e pa rikuperueshme, ju lutem shikoni mundësinë të paktën t'i bëjmë një herë në 3 vjet senasorollatin nëpër spitale plus sëmundjes që kemi. Kërkesa shumë e drejtë. Burokracia e narkodiktaturës është një burokraci pa sy, pa vesh, pa ndjeja. Është robot në raport me qytetarët. Kjo merr fund. Sigurisht do bëhet gjithçka për të lehtësuar vuajtje, se nga një anë Ra Gjoksin thot se me i Albania ofroj kaq e aq shërbime. Nga ana tjetër, njerëzit heqin të zitë e ullirit me këtë burokraci, me kërkesa burokratike absurde. Ndaj dhe të gjitha këto do të rinormohen në të ardhmen. Andi Samuri. Dashur doktor, doja t'ju bëja një pyetje, nëse do vinin pushtet, çfarë do bëni për studentët shqiptar? Studentët shqiptar do përgjysmohen tarifat. Bursa e tyre do të jetë 200 euro. Do hiqet mesatarja. Do bëhet gjithçka për punësimin e tyre. Për Shqipërinë është jetike që studentët shqiptar, të rinjt shqiptar, ëndrrën e tyre ta ndërtojnë në Shqipëri. Çiftet e reja do të kenë kredi të butë në mbar vendin kudo që të ndodhë. Studentët do kenë përparësi të mëdha në punësim. Sektori privat që do punësoj studentët do ketë lehtësi fiskale për ta. Sektori publik do të jetë i hapur. Pra, qëllimi ynë nuk është që vetëm studentët që studiojnë në Shqipëri dhe mbarojnë të qëndrojnë, por synimi ynë është dhe do jetë rikthimi në Shqipëri i qindra dhe mijëra trive që shkollohen në Perëndim ose që punojnë për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri.